përmendëm Shqipërinë njëherë. Në Shqipëri, domethënë, kemi kalbëzim të elitave të pa precedenta. Domethënë me përjashtim të republikave ish sovjetike, ku edhe aty për shembull Kazakistan ka pasur lëvizje, edhe Uzbekistani ka pasur lëvizje. Elitash, i ketë njëjtit. Të njëjtit njerëz, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, të cilët u bën protagonistë një republike shqiptare në dhjetor të 91-shit. Sali Berisha s'ka qenë pushtet nga 2013, a viti larg 2013. Jo, ne po flasim. Faturojmë problematikën e qeverisë aktuale, me thënë ish opozitës. Jemi më keq. Nuk kemi duke folur për qeverisë, jemi duke folur për nivelin e demokracisë, nivelin e institucioneve, nivelin e organizimit parlamentare, nivelin e organizimit qeverisjes lokale. Edhe Orbani në Hungari ka. Më falni sekondë. Nuk duhet të them që opozita ka faj vendimtar. Ka faj proporcional. Nëse elita politike është e zaktuar nga këta figura, nëse ka 30-40% të parlamentit, aq është edhe pesha e përgjegjësisë në fundit, sepse nuk është se këto janë ekskluzive simptomat të zotit Rama, po janë të trashëguara. Ata edhe biznesmenit ndajnë bashkë. Të njëjtit njerëz që janë bërë të pasur të fuqishëm e kanë kontroll në kohën e Berishës u bën me Ramën. Të njëjtit njerëz të cilët fituan privilegjet e para nga koha e qeverisë Berisha, këto privilegje ju konsoliduan edhe morën që nuk votojnë partitë e reja pastaj se ka pasur ofertë politike në Shqipëri. Kemi 140 parti politike, kemi 50 parti politike që marrin pjesë në zgjedhje. Kjo është pyetje tjetër. Për të vënë konstatimin e parë një. Jo, fakti që votojnë tregon që kanë qenë të suksesshëm për elektoratin. Jo, detyrimisht. Se dominojnë rregullat e lojës. Nuk është as dominojnë rregullat e lojës dhe pamundsojnë hyrjen, koston e hyrjes, do të rritin koston e hyrjes dhe pamundsojnë hyrjen billteke për studim për të punë. Me Westminster Foundation, që ke vënë duke këtë gjë, si pak të tjerë, se sa e madhe është kosta e hyrjes njëte politike shqiptare. Sepse ata kontrollojnë institucionet, ata janë, me marrë vetëm një element, që është edhe kriza më e madhe e Shqipërisë, që ti dhe sigurt të kesh bësh përpjekje, ndërkohë që ata kontrollojnë mediat, kontrollojnë kohën në media, kontrollojnë financimet, fondet e qeveritare, ndryshon rregullat e lojës para çdo palë zgjedhjeve, siç po duan të ndryshojnë prapë, me ja qendis vetes kostumin sipas masës trupore. Por ka një gjë, ata edhe numërojnë. Pra ja kemi varur mëlçit në qaf ujkut. Nuk është kjo rast. Po ruaj njëri tjetrin ama. Jo, ku po themun, pra se e lidhem te kosto e hyrjes në politikë dhe fakti s'ka partitë reja, partitë reja nuk janë shumë suksesshme. Sepse ata merren me numërimin, pa çka se kur i Leverdis flasin edhe për numërim elektronik, asnjë s'ka interes mirëfilli ta bëjë numërim elektronik. Dhe aty është edhe si thua çelësi kryesor i hipokrizisë së madhe. Sa kur vjen puna për të vjedhur të tretët, ata janë në koordinim të jashtëzakonshëm. Kur vjen puna për të pamundsuar partitë e treta që të hyjnë në lojë, edhe unë kam përvojën personale në kurizë, sepse unë kam qenë një ndër bashkëthemeluesit edhe e sekretari i Partisë Drejtësisë dhe Imunitet, unë kam parë që do thotë është parti e re, parti jashtë loje. Që në fakt në atë kohë arriti kulmin e saj elektoral. Me vështirësi të mëdha,